Përprasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e apelit teksa po lexonte një vendim në emër të Republikës ka tronditur sistemin e drejtësisë dhe ka rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë në gjykata. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor analizoi rrethanat e ngjarjes dhe masat aktuale të sigurisë, duke bërë publike dokumentet që tregojnë përpjekjet e mëparshme të institucionit për të forcuar sigurinë në sallat e gjyqit. Kryeqeja ka njoftuar si është drejtuar prej nëntorit 2023 Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Brendshme me kërkesë për shtimin e forcave të rendit në ambientet e brendshme të gjykatave. Por në përgjigje, Policia e Shtetit ka sqaruar se aktualisht është e pamundur shtimi dhe planifikimi i punonjësve të policisë për sigurimin e ambienteve të brendshme të gjykatave dhe gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore për shkak të limitit të kufizuar të personelit policor. Në dhjetor të vitit 2023, KLG-ja është drejtuar sërish Ministrisë së Brendshme duke kërkuar ndërhyrje urgjente për këtë problematikë. Me datë 02/11/2023, drejtuar Policisë së Shtetit dhe Bërdieni Ministrisë së Brendshme, Këshilli ka kërkuar shtimin e punonjësve të Policisë së Shtetit në ambientet e brendshme të gjykatave dhe sallave të gjykimit gjatë zhvillimit të seancave. Në përgjigje, Policia e Shtetit ka njoftuar se aktualisht e kemi të pamundur shtimin dhe planifikimin e punonjësve të policisë për sigurimin e ambienteve të brendshme të gjykatave dhe gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore për shkak të limitit të kufizuar të personelit policor. Megjithatë, Ministra e Brendshme Albana Koçiu në reagimin e saj pas ngjarjes theksoi se forcat e Policisë së Shtetit nuk kanë përgjegjësi për kontrollin e hyrje-daljeve dhe sigurinë brenda godinave të gjykatave. Sipas saj, në respekt të autonomisë së sistemit gjyqësor, siguria e brendshme e ambienteve është përgjegjësi e vetëm gjykatave, ndërsa patrulla e policisë qëndrojnë jashtë dhe ndërhyjnë vetëm në rast kërkese zyrtare nga brenda institucionit.